Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka bërë reagimin e parë pas mbylljes së procesit të votimit për zgjedhjet lokale të kësaj të diele. Kurti falenderon përmes një postimi në Facebook të gjithë qytetarët që shprehen vullnetin e tyre me votë, duke mos krijuar incidente gjatë procesit dhe në veçanti votuesit që i konfirmuan besimin lëvizjes vetëvendosje. Sot, me qetësi e maturi, qytetarët e Kosovës dëshmuan edhe njëherë kulturën demokratike, duke kaluar ditën e zgjedhjeve lokale me dinjitet e përgjegjësi, falenderoi të gjithë qytetarët për mbështetjen për lëvizjen vetëvendosje dhe kandidatët tanë për komuna. Ky besim është forca jonë për të vazhduar me punë për kushtim përpara, shkruan Kurti. Motej, ai bën thirrje komisionerëve që të finalizojnë po ashtu pa probleme numërimin e votave, por tash është koha e komisionerëve dhe vëzhguesve, të cilët jo vetëm i numërojnë votat, por edhe i ruajnë ato. Dhe vullnetin e shprehur të qytetarët shprehet kreu i vetëvendosjes. Ndërkohë, exit pollet tregojnë se vetëvendosja ka humbur komunën e Mitrovicës përballë Arjan Tahirit dhe po shkon në balotazh në Prishtinë me Hajrullah Çekun përballë përparim Ramës së LDK-s.